Kënaqësinë të kem në studio Doklea Hadërgjonaj, psikologe e njohur, mirë se vjen, kënaqësi, ndërkohë që në një lidhje direkte do të jemi me psikiatren Denisa Hoxha. Përshëndetje, doktoresh, mirë se vjen në Breaking. Faleminderit për ftesën. Unë e thash pak më parë që në verë duket sikur gjithçka është më e lehtë, sepse ka plazh, ka pushime, ka më shumë energji, veshje të freskëta, por për disa persona fillon vuajtja e vërtet në verë, sidomos psikologjikisht. A ka lidhje shkencore midis temperaturave të larta dhe përkeqësimit të gjendjes mendore? Atëherë, nëse kjo pyetje më është drejtuar mua, për lidhje me bindje, po, truri ynë është jashtëzakonisht shumë i ndjeshëm ndaj nxehtësisë dhe temperaturave të larta. Në fakt, ne që punojmë në përreparte akute psikiatrike, bëhemi gati, jemi në front, sepse dim që do ketë më shumë shtrime dhe mbi gjitha ka më shumë pacientë të cilët drejtohen tek psikiatri ose tek psikologu. Shiko, ka një ndryshim fiziologjik, një ndryshim biologjik, duke nisur këtu që nga ndryshimi i ritmit cirkadian, pra këta pacientë, duke qenë se dita zgjatet, fillojnë dhe vuajnë me pagjumësi. Rritet niveli i hormonit të stresit, si është kortizoli, si pasojë jo vetëm që çon në një nivel stresi më të lartë, por dhe një pagjumësi, gjumi për pacientët të cilët vuajnë një çrregullim psikiatrik, por dhe një sëmundje psikiatrike, është i domosdoshëm dhe jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm që të kenë një stabilitet emocional. Më pas vijon të ndryshimi i neurotransmetuesve në trurin tonë. Ne kemi 3 neurotransmetues, si është dopamina, serotonina, noradrenalina. Dhe në qoftë se ju e vini re, shpeshherë kemi dhe raste televizive, rriten pacientë të cilët bëhen më tepër agresiv se që janë normalisht, shtohet dhuna verbale, fizike, ndoshta dhe vrasjet. Mund të themi që shtohen dhe rastet e vetvrasjes. Pse ndodh kjo? Sepse i nxehti ndikon në çorientimin e gjitha këtyre neurotransmetuesve dhe dalin totalisht nga kontrolli. Por një mesazh e kam këtu jo vetëm për pacientët të cilët nëse në këtë periudhë të nxehtë vënë re një ndryshim tek emocionet dhe mbi gjitha tek sjelljet e tyre, ti drejtojnë psikiatrit, por të vëmendshëm duhet të jenë dhe familjarët, pasi janë ata të cilët i mbështesin dhe vënë re ato ndryshimet e vogla, si për shembull, nëse vënë re që këta pacientë pinë shumë pak ujë, nëse vënë re që këta pacientë janë më agresiv, ose vënë re që ky depresion thellohet më tepër, vënë re që pacientët me ankth ndoshta fillojnë izolohen pak më shumë se normalisht. Të gjitha këto janë shenja ku ne këta familjar duhet i motivojmë të drejtohen tek psikiatri, sepse ka raste që edhe terapia duhet të ndryshojë, ose edhe doza e ilaçeve duhet të ndryshojë në mënyrë që të përshtatemi. Dëgjoha opinionin e psikiatres Denisa Hoxha, ndërkohë që dua të dëgjoj pak psikologen Doklea Hadërgjonaj. Atëherë, pse njerëzit ndihen, le të themi, më të zbrazët apo më të vetmuar në stinën e verës, kur kjo stinë në fakt simbolizon dritën, simbolizon gëzimin, energjinë? Pse ndodh kjo? Pse jemi më të plogësh në verë? Zakonisht ardhja, ndryshimi i temperaturave, rritja e ditës, zvoglimi i natës, të gjitha këto sjellin, do kemi më shumë diell, në përgjithësi mendohet që vera do sjell njerëz që janë më në qef, më në humor. Përsupozohet që serotonina të rritet, hormoni që të bën të ndihesh mirë, dhe nuk kuptohet, përsupozohet që njerëzit të ndihen mirë, jo të kenë probleme ose çrregullime psikologjike, të cilat rëndohen. Dhe kjo nuk është e çuditshme, është diçka që është vënë re, po është pak si tabu për t'u thënë. Zakonisht janë disa faktorë të cilët ndikojnë që çrregullimet psikologjike të agravohen në gjatësinë së verës. Një nga këto është rritja e temperaturës. Temperatura shumë të larta çojnë në dehidratim dhe në çrregullimin e gjumit. Çrregullimi i gjumit sjell ankth, sjell irritim dhe të bën të ndihesh më agresiv. Faktor tjetër që është shumë i rëndësishëm. Janë simptoma që vijnë re edhe tek personat që nuk kanë patur më përpara probleme të shëndetit mendor? Po sigurisht, ata që janë të predispozuar, ata që kanë çrregullime të ankthit më para ose çrregullime psikotike, pikërisht gjatësinë së verës agravohen, ose shikojnë që janë më të shtuara. Gjithashtu është një çrregullim sezonal, emocional sezonal, i cili zakonisht është lidhur me stinën e dimrit.
por vjet re edhe gjatë verës. Kjo është një simptom, kjo është një shëgullim që lidhet me depresionin, njerëzit të ndihen të lodhur, është anhedonia që është nuk ke dëshirë të bësh gjëra që më parë kështë dëshirë t'i bëje. Kemi shumë probleme të tjera të cilat shumë simptoma ose shumë faktor, si që janë për shembull zakonisht rutina ndryshon gjatë verës. Njerëzit, familjarët, fëmijët i kanë në shtëpi, nuk i kanë në përshkolla. Dhe shritet stresi. Ka më pak punë. Ka më shumë punë. Jo, ka më shumë punë në shtëpi, po më pak punë, le të themi, në terren, sepse duhet të përqendrohesh më shumë tek fëmijët në shtëpi, prandaj. Pikërisht, për familjarët kjo është stres në vetë, sepse të kesh fëmijët në shtëpi ka shumë ngarkesë. Plus është stresi i pushimeve. Ti ndërkohë që je duke shikuar në media sociale pushimet e dikujt tjetër, ndërkohë që ti nga ana financiare nuk e mundësi që të ti bësh të pushime ose të organizon diçka që nuk është brenda mundësisë tënde, të bën të ndihesh keq. Edhe ky është një faktor i cili ndikon shumë. Unë do doja të dija, do pyes edhe doktoreshën, kur duhet i drejtohemi psikologut dhe në çfarë se duhet i drejtohemi psikiatrit? Pra, nëse unë kam çrregullime të ankthit, kam pagjumësi, kam një lloj irritimi, që ndoshta nuk i kam ndjer më përpara, duhet shkoj te një psikiatër apo tek psikologu? Hapi Apo është psikologu ai më pas që të orienton drejt psikiatrit? Mund të edhe kjo, edhe ajo që thot psikiatri përpara psikologut. Në përgjithësi janë psikiatrët të cilët i drejtojnë më pas pacientët tek psikologët ose klientët tek psikologët. Po ka dhe raste kur është psikologu ai që është kontaktohet më para, pasi shikohet edhe pak si më e lehtë, më aksesibël ose si ndjen më mirë me psikologun, i cili pastaj mund të drejtojë te psikiatri kur shikon që ka nevojë për medikamente. Por duke qenë se psikiatri normalisht që të sugjeron dhe të orienton edhe drejt mjekimit, dhe në mendsinë shqiptare ekziston ende që nëse unë nuk marr, nuk pi një kokër, nuk shërohem, pra nuk ndihem më mirë, ndërsa ilaçi që ka në dorë psikologu është pikërisht fjala. Si funksionon një seancë? Sepse kam parë shumë skepticizëm, sidomos në rrjetet sociale, për rolin e psikologut, aq më tepër në stinën e verës. Pra nëse unë vi dhe paraqitem në një seancë tek ti, doktoresh, çfarë ndodh? Vi dhe them nuk ndihem mirë, më pas vetëm më dëgjon? Pra çfarë hyn në lëkurën time, çfarë ndodh në një seancë tek psikologu? Në terapi me psikologun janë disa hape që duhet të ndiqen. Në fillim bëhet intervista, e cila të merr gjithë informacionin e duhur për të evidentuar çrregullimin e pacientit ose klientit, si themi neve. Më pas, mbasi evidentohet se cili çrregullim është, do shikohet edhe cila terapi do ndiqet. Zakonisht ndiqet terapia kognitive behaviorale për problemet e ankthit, të sjelljes, dhe ka terapi të tjera siç është brain work and recursive therapy. Në shqip është të punuarit me trurën, është një diçka që është bazuar në neuroshkencë, stimulim, po nuk ka terapi të ndryshme, të cilat t'i jep detyra të her pas hershme pacient klientit, sepse ne kemi ndërruar themi pacient, themi klient, prandaj po e kthej disa herë. Dhe gjatë për mos të trajtuar, le të themi si të sëmur ta persona? Pikërisht, për të mos të diagnostikuar gjendjen e tyre. Psikologjike. Ndërkohë, dhe më pas, hap pas hapi, gradualisht me detyrat që ti do japësh klientit, do shikoj që do filloj përmirësimi i gjendjes emocionale. Kam përshtypjen që në mendsinë tonë drejtohen më shumë dhe besojnë më shumë tek psikiatrët. Nuk e di pse shkuar ndoshta është perceptim. Doktoresh, zakonisht ne kur ndihemi keq, kur kemi një situatë të pazakontë që nuk e menaxhojmë dot, aman më jep një qetësues. Qoftë edhe bimor, po ta kemi një qetësues, ta marr. Është edhe ai efekti placebo që shpesh herë vihet të re dhe që ka një ndikim shumë të madh në trurin ton. Atëherë, qëndron fakti që pacientët kanë më tepër kontakt me psikologun për një fakt thjesht sepse seancat janë të njëpasnjëshme dhe janë më të shpeshta se sa me psikiatrin. Dhe një psikolog i cili arrin të dallojë shenjat alarmante te pacienti, natyrisht që e këshillon të lutem bëj një vizitë tek psikiatri. Dhe unë mendoj se bashkëpunimi psikiatër-psikolog është jetik për pacientin. Unë nuk besoj se ka një çrregullim psikiatrik ose dhe një sëmundje psikiatrike e cila nuk
duhet të trajtohet dhe me psikolog. Pra, unë mendoj se dhe pacientët të cilët vuajnë mund të marrin dhe skizofreni, mund të marrin dhe çrregullimin bipolar. Është thelbësore edhe për ata që të drejtojnë psikologut, pavarësisht se janë mund të themi specializime ekstra të cilët psikologu duhet të bëjë për të trajtuar pacientët të sepse janë raste të veçanta. Unë e bërtas fort, pavarësisht rolit tim si psikiatre dhe në rrjetet sociale, bashkëpunimin, sepse vëre shpeshherë këtë mungesën e këshillës që psikiatri nuk jep. Rrallë herë ndodh në Shqipëri ose faktën në këto shtetet rrethëqare, Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, që të këshillojnë shkove te psikologu. Po shpeshherë psikiatri është i prirur që të mbushë thjesht një recetë aty dhe mbaroj filmi. Por aty nuk ka nisur asgjë, sepse nuk janë asnjëherë vetëm ilaçet e vetëm zgjidhje. Natyrisht që tek disa pacientë terapia medikamentoze është jetike, është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, por nëse ti këtë pacient nuk e edukon nga ana psikologjike, pra mungon psikoedukimi, të cilin mund t'ia japë psikiatri nëse ka kohë të mjaftueshme, por nëse nuk e ka, atëherë të lutem çojë tek psikologu ta bëjë këtë rol, sepse shiko, për çfarë flasim ne sot? Ne po flasim për pacientë të cilët duhet kuptojnë shenjat e tyre. Të ndërgjegjësohen, pra, të jenë të vetëdijshëm se çfarë. Po, të jenë të vetëdijshëm se çfarë po vuajnë. Nëse një specialist, si psikologu ose psikiatri, nuk e shpjegon si do e kuptoj ky pacient që po vuan nga diçka e tillë. Të marrim thjesht rastin e një pacienti që vuan me çrregullimin bipolar. Çfarë ndodh? Në verë fillojnë dhe shfaqen simptomat e manisë, që është pagjumësia, janë euforik, kanë humor të pakontrollueshëm, kanë mendime aq të shpejta sa nuk arrin t'i kontrollojnë dot. Pra nëse unë si mjeke ose ti si psikolog nuk e edukon këtë pacient, shikoj se mund të ndodhë diçka e tillë, por tek shenjat e para që ti bëre një ndryshim, atëherë duhet të shkosh tek psikiatri. Ne duhet t'i bëjmë pacientët të pavarur që të arrin të bëjnë një vlerësim të vetvetes në mënyrë që të drejtohen tek specialisti. Nuk ka sfidë psikolog, psikiatër, por ka vetëm bashkëpunim, asgjë tjetër. Po, si ta bindim këtë person që të shkoj tek psikologu fillimisht? Nëse unë shoh që një familjar i imi ka probleme me pagjumësim dhe vjen re këto simptomat që ju i cituat si mjeke pak më parë, që nuk i ka patur më parë, si duhet ta bind? Sepse shpesh herë ne kemi shumë vështirë. Është edhe ajo stigma që ekziston, doktoresh, që nuk jam unë për psikolog, ose u bëre për te psikiatri. Si duhet ta bind? Çfarë duhet të ushtroj? Çfarë duhet të them? Përveç këshillës, nuk mund t'i ushtrosh asgjë tjetër, sepse personi i cili vua nga këto probleme, do t'jetë gati vetë që të ndihet vetë gati që të kërkojë ndihmë. Ti mund t'i thuash nga mëngjesi deri në darkë gjatë gjithë kohës, nëse ai nuk ndihet gati vetë për ta bërë, nuk do të bëj asnjëherë. Pastaj të kohët e fundit ka filluar të ndryshojë kjo gjë. Ka filluar të afrohen më shumë te psikologu, jo vetëm për problemet të shkollimeve të ankthit ose të psikozave, por edhe për gjëra shumë më të thjeshta, për streset e vogla të ditës, po, për të shqyruar, për të folur me dikë, për të pasur mundësinë që dikush të dëgjon dhe të jep këshilla për marrëdhëniet, për marrëdhënie familjare, marrëdhënie me çift, që është akoma është bërë më e lehtë këtë kohë të fundit.